أشهد أن لا إله إلا الله Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazërit e nderuar, jemi sot këtu pranë xhamisë Sinan Pasha. Po shfrytëzojmë rastin për një këshill me Hoxhën Ergin Shala. Kohët e fundit është krijuar një narrativ që xhamia Sinan Pasha është ndërtuar mbi themelet e një kishe. Po shfrytëzojmë rastin që Hoxha Ergin na sqarua këtë temë, na kallëzoi se çka është, pse është bërë ky narrativ. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashtu siç e potencoi edhe vëlla Arianiti, Allahu ja shpërbleft me të mira, është krijuar një narrativ që kjo narrativ e çon ujin në mullirin e armikut. Të njëjtën gjë e ka bërë edhe politika sërbe, para do thot pas perandorisë osmane, kur është tërhequr perandoria osmane, gjykatat sërbe në Prizren e kanë prur një vendim që kjo xhami është është ndërtuar mbi pronën e kishës sërbe. Të njëjtën gjë e bëjnë edhe disa anti-islamist duke e përhap këtë narrativ, subhanallah. Sa që e posh një video, kishte ardhur dikush nga Shqipëria, e kishte bërë një video para xhamisë, duke thënë që kjo xhami është ndërtuar kështu dhe kështu. Kjo kujt i shkon për shtati, o vllazni? Kujt i shkon për shtati? Kjo i shkon për shtati vetëm politikës sërbe. Fatkeqësisht, historianët eminent e kanë vërtetuar që nuk ka dëshmi që kjo xhami është ndërtuar mbi muret e kishës apo mbi kishën. Pastaj është edhe një çështje tjetër, kanë thonë disa që edhe këtu ka mosmarrveshje, që është e vërtetë që në gjatë ndërtimit të kësaj xhamie, gjatë kohës së perandorisë osmane, janë marrur disa gur nga gërmadhat e kishës Feti Aranxhelli që i thënë, apo? Po, disa kanë thonë që janë marrë disa prej gurve, mirë po ato kanë qenë gërmadha. Ato kanë qenë gërmadha dhe është braktisur ajo kishë. Dhe për atë arsye, përderisa janë gërmadha, disa prej gurve janë marrë, mirë po në asnjë mënyrë nuk është shkatruar kisha dhe për t'i marrë ato, do thot ato gur. Ajo ka qenë vetëse në shkatrim e sipër. Pastaj, kush e ka bu këtë xhami, o vllazni? Sinan Pasha, një shqiptar. E ka bu shqiptari, normalisht ka pas pozitë madhe në perandorinë osmane. O mirë, atë kishë që këta shqiptarët tonë, disa shqiptarë, me ju thonë shqipfolës, që e ndjekin politikën sërbe në këtë aspekt, çfarë thonë? Që nga jo kishë është janë marrë gurët, apo ku e diune, dhe ku po do ti me dalë me këtë teori, apo ku po do me dalë ti me këtë narrativ? Ti po do me qu ujë në mullirin e armikut. Atë kishë e ka ndërtuar, kush e ka ndërtuar? Pastaj është bo perandor Dushani, mbreti Dushan. Më thonë vitet 1300-ta, ky vend ka qenë i okupum, i sundum nga Stefan Dushani. Andaj, dijeni jep fakte dhe dëshmi në një të ardhme të afërt sërbëve, fqinjve tonë të këqinje sërbë. Andaj duhet me menu shqiptari mirë se çfarë pilen pasarzëve tonë, çfarë pilen nipërve tonë. Duhet me pas kujdes. Kjo xhami është ndërtuar nga shqiptari. Është tentu mu rënu kjo xhami. Pas rënies perandorisë osmane vitet 20-ta, mirë po populli milleti këtu është çu, shqiptarët musliman janë çu dhe nuk e kanë lënë me rënu. Kanë fillu hajatin me shkatru. Pastaj në vitet 40, në dhjetor të vitit 40, ka ardhur një nga gjykata e Prizrenit që kjo xhami është ndërtuar dhe është pronë e kishës sërbe. Andaj ju me vetdije apo pa vetdije jeni duke i shërbyer qarqeve sërbe. Ndoshta edhe me vetdije, ndoshta dikush edhe është infiltruar në televizje vetëm e vetëm për të shkatruar ato vendet kulturore të tona. Allahu ju shpërbleft. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilejk.